Është një klub ekskluziv si asnjë tjetër. Një fortesë pushtetje vendosur në Alpet Zvicrane. Për më shumë se 50 vjet, ky forum ekonomik botror ka formsuar në heshtje të ardhmen e botës. Forumi ekonomik botror konsiderohet të ketë ndikim të konsiderueshëm, në të njëjtën kohë tërheq kritika të konsiderueshme. Një ish-gjyqtar dhe antar i Parlamentit Evropian e përshkruan VEF-in si shoqatën ndërkombëtare më të rrezikshme në botë. Në qendër të kësaj është një njeri, Klaus Schwab. Është viti 1938. Në Gjermani, ajri është i trashë me shpresë dhe frikë, ndërsa vendi kalon nëpër një transformim të shpejtë në regjimin e Adolf Hitlerit. 5 vjet pas ardhjes në pushtet të Hitlerit, vizioni i tij për Reichun e tretë është në fuqi të plotë. Berlini zhurmëzon me traziren e tubimeve naziste. Ekonomikisht, Gjermania kërcen përsëri me plagët e depresionit të madh që po zbehen, ndërsa fabrikat zhurmojnë dhe papunësia bie, e gjitha e drejtuar nga militarizimi i rënd. Ditë e natë, fabrikat prodhoj armë për atë që po bëhet një sekret i hapur. Lufta. Ravensburg, një qytet i vendosur në kodrinat valore të Gjermanisë Jugore, mbetet një strehim i qetë mes tensioneve në rritje të Reichut të tretë. Në këtë ambient të qetë, lind Klaus Martin Schwab. Babai i tij, Eugen Wilhelm Schwab, lëviz nga Zvicra në Gjermani në kërkim të mundësive më të mira karriere. Ai bëhet drejtori Escher Wyss AG, një fuqi industriale që bashkëpunon me regjimin nazist. Gjatë fundit të viteve 1930 dhe gjatë gjithë luftës së dytë botërore, Escher Wyss AG, një firmë zvicrane inxhinierike, luajti një rol vendimtar në mbështetjen e përpjekjeve ushtarake të Gjermanisë. Kompania specializohej në prodhimin e hedhseve të flakës, një armë e përdorur gjerësisht nga ushtria gjermane gjatë luftës. Duke operuar nga fabrikat e saj në Ravensburg, Gjermani, Escher Wyss u bë integrale për makinerinë luftarake naziste. Makineria dhe risitë e kompanisë luajnë një rol jetik në ambicjet e Gjermanisë, duke fuqizuar një motor industrial me një qëllim më të errët. Si një djalë i ri, Klaus Schwab dëgjon me kujdes fjalët e babait të tij. Eugen Schwab është një figurë ndikuese në peizazhin industrial të Gjermanisë. Ai bën pritjet e tij të qarta. Klausi duhet të ndjek inxhinierinë. Duke ndjer peshën e pritjeve të babait të tij, Klaus merr rrugën shtruar para tij. Ai e dedikohet inxhinierisë mekanike. Kur lufta e dytë botërore fillon të përkeqësohet, prindrit e tij e dërgojnë atë përsëri në Zvicër për shkollim të mëtejshëm. Atje, Klaus gjen prehi në paqen dhe sistemin arsimor të Zvicrës. Por nën sipërfaqe, një pasion tjetër po vlente. Nën presionin e babait të tij, Klaus shkëlqen në studimet e tij. Fiton një diplomë dhe më vonë një PhD nga prestigjiozi Institut Federal Zvicran i Teknologjisë në Zyrich. Por thellë brenda, ai e di se thirrja e tij e vërtet qëndron në ekonomi dhe politik. Ai kuptoi se nëse mund të kuptonte sistemet mekanike, ai gjithashtu do të ishte në gjendje të kuptonte sistemet më të gjera shoqërore, politike dhe ekonomike. I nxitur nga ky vizion, Klaus vendos syt në institucionin më të mirë të botës. I bindur se është vendi ku ai jo vetëm që mund të kuptonte sistemet e botës, por edhe të mësonte se si t'i formsonte dhe t'i ndikonte ato. Dhe atje, Klaus gjen një mentor që ka zotëruar artin e indikimit global. Në kohën kur Klaus Schwab arriti në Harvard në mes të viteve 1960, Henry Kissinger ishte akoma një figurë e fuqishme në akademi dhe mëtej. Lindur në 1923 në Fürth, Gjermani, Kissinger iku në Shtetet e Bashkuara me familjen e tij në vitin 1938 për t'i shpëtuar persekutimit nazist. Ai u rit në New York, ku e përmbaqoi ëndrrën amerikane. Gjatë kohës së tij si profesor në Harvard, idetë kryesore të Henry Kissinger rrotullohen rreth realpolitik, një qasje praktike dhe strategjike ndaj marrëdhënieve ndërkombëtare, që thekson dinamikat e pushtetit mbi ideologjinë apo konsideratat morale. Ai beson se stabiliteti global mund të arrihet vetëm përmes një bilanci pushteti midis kombeve, jo duke ndjekur qëllime ideale apo morale. Kissinger u fokusua në nevojën për të kuptonin motivet, qëllimet dhe lëvizjet e mundshme të shteteve të tjera, që operonin në një botë ku çdo komb vepron për të maksimizuar pushtetin dhe sigurinë e tij. Qasja e tij pasqyron bazat e teorisë së lojrave, duke kuptuar se çfarë mund të bëjnë të tjerët, duke rregulluar strategjitë kur situata ndryshon dhe duke kërkuar ekuilibër ku stabiliteti mund të mbahet. Me sfondin e tij arsimor prestigjos, Schwab siguron një karrierë fitimprurse si drejtori Sulzer Escher Wyss AG në Zyrich, duke shërbyer në bordin menaxhues. Është një firmë zvicerane inxhinierike, ku babai i tij ishte antar i lartë.
Roli i tij është thelbësor dhe sfidues, pasi ai ka për detyrë të ristrukturojë kompaninë gjatë një periudhe kritike në fund të viteve 1960. Pra të gjitha këto ndryshime në botë, brendshëm dhe jashtërisht, po i çojnë organizatat drejt nevojës për të ristrukturuar çdo herë. Pra, ne duhet të mendojmë vazhdimisht se si mund të ristrukturojmë biznesin ton për t'i dhënë organizatës tona aftësitë dhe shkallën që na nevojiten për të qenë në gjendje të rritemi. Puna e tij ishte shumë si konsulencë menaxheriale, duke ndihmuar kompani të përmirësojnë operacionet, duke rritur të ardhurat dhe duke ulur kostot. Por gjatë rrugës, ai kuptoi rëndësinë e vendosjes në praktikë të filozofisë së tij, ashtu quajtura qasja e palëve të interesuara. Ndërsa ai thjeshtëzon operacionet dhe modernizon praktikat menaxheriale, Schwab kupton se qasja e kapitalizmit të palëve të interesuara mund të jetë rruga e së ardhmes. Kjo ide e kapitalizmit të palëve të interesuara u pasurua mëtej nga koha e tij në Harvard dhe tani bëhet parimi udhëzues i Schwabit. I frymëzuar dhe i guxuar nga përjetimet e tij, Schwab imagjinon diçka radikale, një platformë ku liderët korporativ mund të bashkëpunojnë për të rimodeluar vetë kapitalizmin. Ai e quan atë Forumin Evropian të Menaxhimit, një mëvlikje e guximshme e ri që synon të ripërkufizojë prioritetet e biznesit në shkallë globale. Por ka një problem të frikshëm. Ai nuk ka asnjë garanci se dikush do të vijë. Në fillim të viteve 1970, Davosi është një qytet malor i qetë dhe relativisht i izoluar, i vendosur në Alpet zvicerane, kryesisht i njohur si vend pushim shëndetësor dhe një qendër për sportet dimrore. Për habitjen e Schwabit, mbi 400 pjesëmarrës shfaqen për takimin, kryesisht nga vendet europiane dhe universitetet amerikane. Këto ditë, klube biznesi si këto janë çdo kund, por në fillim të viteve 1970, ato ishin pothuajse të padëgjuara. Ideja e bashkimit të liderëve të biznesit, zyrtarëve qeveritar dhe akademikëve për të ndarë ide, zgjidhur probleme të mëdha dhe vendur terren të përbashkët ishte diçka krejtësisht e re. Para Davosit, shumica e konferencave të biznesit ishin specifike për industrinë dhe kryesisht të fokusuara në tema teknike ose sektor specifik. Ideja e krijimit të një dialogu më të gjerë që përfshinte sektorët publik dhe privat, akademinë dhe palët e tjera të interesuara, ishte jo konvencionale. Ishte befasuese që Klaus Schwab, një figurë relativisht e re dhe më pak e njohur në atë kohë, mblodhi mbi 400 pjesëmarrës për takimin e parë të Davosit në 1971. Ngritja e papritur e Schwabit kishte të gjitha shenjat e një misteri, një njeri pa asnjë titull të dukshëm, një forum pa asnjë rekord, dhe megjithatë, këtu ishin të gjithë. Takimi inaugural i Forumit Evropian të Menaxhimit të Klaus Schwab në 1971 është kundër të gjitha mundësive një sukses i madh. Ky klub ekskluziv, i pari i llojit të tij, u lejon antarëve të krijojnë rrjet, të bashkëpunojnë për zgjidhje dhe të lidhin marrëveshje. Por ndërsa takimi i parë po përfundon, një stuhi po formohet, një që asnjë prej tyre nuk mund ta parashikojë. Dhe ekonomia amerikane është deri më tani më e forta në botë. Në përputhje me rrethanat, unë kam drejtuar sekretarin e thesarit të marrë veprimet e nevojshme për të mbrojtur dollarin kundër spekulatorëve. Në verën e 1971, presidenti Nixon ndërpret papritur SBA-n nga standardi i arit, duke zhytur ekonominë botërore në kaos. Si rezultat, pjesëmarrja në vitin e dytë të forumit bie me gjysmë. Nëse tendenca vazhdon, ideja e shkëlqyer e Klaus Schwab për transformimin e kapitalizmit global do të vdes para se të nisë. Ai e di se për të tërhequr figura më të dukshme në klubin e tij, ai ka nevojë për dikë me një reputacion të fortë. Gjatë viteve të ardhshme, ai fillon të përdor figura të dukshme ndërkombëtare për të tërhequr më shumë pjesëmarrje. Për shembull, deri në 1974, Dom Helder Camara, një arkipeshkëv brazilian i njohur për mbrojtjen e të varfërve, frekuenton forumin. Brenda vetëm disa vitesh, forumi rritet si në madhësi ashtu edhe në popularitet, me antarët që kontribojnë fonde të konsiderueshme në organizat. Roli i tij është të sigurojë që të dyja palët të ndihen të respektuara, duke ndërtuar besim ku nuk kishte pasur asnjë. Deri në fund të samitit, përpjekjet japin fryte. Turqia dhe Greqia arrin në një marrëveshje të përkohshme. Ajo përfshin angazhime për të ruajtur ujërat territorial aktual,
për të krijuar zona të përbashkëta të eksplorimit të burimeve në zona të kontestuara dhe për të zvogluar patrullimet ushtarake në Egje. Pas takimit në strehimin malor të Alpeve, kryeministrat e Greqisë dhe Turqisë shpallën atë që thanë se ishte një marrëveshje e rëndësishme sot për të ndihmuar në sjelljen e paqes dhe bashkëpunimin në vendet e tyre tradicionalisht armiqësore. Duke orkestruar këtë marrëveshje historike, Schwab forcoi Davosin si qendrën e ndikimit ndërkombëtar dhe reputacionin e tij si një ndërmjetës pushteti i zgjuar pas skenave. Ishte pikërisht momenti që ai kishte pritur, mundësia për ta bërë Davosin sinonim jo vetëm me dialog, por me veprim dhe ndikim. Në fillim të viteve 1980, Schwab riemërton zyrtarisht organizatën në Forumin Ekonomik Botror, sinjalizon ambicjet e saj globale. Por kjo nuk do të ndihmojë me një sfidë personale që vjen nga një vend që ai nuk e priste kurrë. Pavarësisht lidhjeve të thella me Zvicrën përmes arsimimit, profesionimit dhe vendbanimit afatgjat, Klaus Schwab mbetet një shtetas gjerman. Ndërsa organizata e tij fiton ndikim, Schwab konsideron të shtojë shtetasinë zhvicrane, besuesi se do të ishte një hap i lehtë, duke pasur parasysh statusin e tij. Por për të bërë shtetas zhvicran, ai duhet të hetohet në një proces që njihet si kontrolli i naturalizimit. Befasisht, Klaus Schwab refuzon të hitohet. Klaus Schwab u përball me një kërkesë për të bërë një kontroll të sfondit, një hetim të thellë në sfondin e tij personal, karakterin dhe lidhjet me vendin. Befasisht, ose ndoshta jo, ai refuzoi një proces të tillë. Pse një njeri kaq thellësisht i lidhur me Zvicrën, si profesionalisht ashtu edhe shoqërisht, do të refuzonte një kontroll të tillë? A kishte diçka që ai dëshironte të mbante të fshehur për të kaluarën e tij? Për Schwabin, shtetasia zhvicrane nuk ka më rëndësi. Diçka shumë e madhe është në horizont. Bota është në prag të një ndryshimi themelor, një që premton të ripërkufizojë gjithçka. Ndërsa agimi i një rendi të ri botëror afrohet, Schwab e di një gjë me siguri. Këtë herë, ai dhe klubi i tij i Davosit do të jenë në qendër të tij. Në dekadën e kaluar, një nga temat kryesore të theksuara nga Forumi Ekonomik Botror ka qenë ngritja e inteligjencës artificiale. Në të ardhmen e parashikueshme, AI ka potencialin për të shfrytzuar nivele të paprecedente të produktivitetit njerëzor. AI ka qenë një mjet që më ka lejuar të krijoj pamje dhe të përshpejtoj editimin, duke më mundësuar të drejtoj një biznes YouTube mjaft të komplikuar me vetëm 2 persona. Sponsori i këtij videoje, InVideo AI, është mjeti revolucionar që i kthen konceptet tuaja në video të gjatësisë të plot në minuta. Pavarësisht nëse jeni një krijues i përvojshëm apo sapo po filloni, InVideo AI ju vendos në karrigën e drejtorit ku vizioni juaj merr qendrën e vëmendjes. Ja se si funksionon. Thjesht shkruani idenë tuaj në kutinë intuitive të komandës. Në momente, do të keni një video të plot gati për t'u përdorur. Imagjinoni të shkruani: "Krijon një reklam 1 minutëshe për Coca-Cola me shije lule shtrydhe me pamje kinematografike" dhe sekonda më vonë po shikoni prerjen tuaj të parë. Imagjinoni ëmbëlsinë e verës të kombinuar me shijen freskuese që doni. Prezantojmë Coca-Cola. Gjithashtu mund të editoni gjithçka që dëshironi, si të shtoni zërin tim. Dhe InVideo AI është ndërtuar për krijuesit e të gjitha niveleve. Nga tregimi i historive te reklamat e TikTok, është mjeti i përshtatshëm për çdo që dëshiron të kursejë kohë dhe para, duke prodhuar video të cilësisë të lartë. Nga tregimi i historive te reklamat e mediave sociale, InVideo AI vepron si partneri juaj krijues. Provoni falas sot dhe kurseni kohë, përpjekje dhe $100 në kosto prodhimi. Gjatë viteve 1980, Bashkimi Sovjetik përballet me kriza të thella politike, ekonomike dhe sociale. Mikhail Gorbachev, i cili bëhet sekretari i përgjithshëm i Partisë Komuniste në 1985, nis reforma për të modernizuar sistemin sovjetik. Deri në 1991, republika të ndryshme sovjetike shtyjnë për pavarësi ndërsa kushtet ekonomike vazhdojnë të përkeqësohen. Në një përpjekje desperuar për të shpëtuar bashkimin, Gorbachev propozon një traktat të ri, duke u dhënë atyre më shumë autonomi. Por me 18 gusht, ndërsa ai pushon në Krime, ndodh një grusht shteti dhe komplotistët e vendosin atë në arrest shtëpiak për të bllokuar nënshkrimin e traktatit vetëm 2 ditë më vonë. Duke përsëritur edhe një herë lajmin ton kryesor, presidenti sovjetik Mikhail Gorbachev është larguar nga pushteti dhe tani ka tanke në rrugët e Moskës. Nën presidenti Gennadi Yanayev thotë se ai ka marrë përsipër si president veprues, si kryetar shteti i një komiteti special shteti. Po shikoni pamje të drejt për drejta nga Moska këtë mëngjes. Udhëheqësit e grusht shtetit dërgojnë tanke dhe trupa në Moskë, duke pritur rezistencë minimale, por situata kthehet shpejt kundër tyre.
Boris Jelcini, presidenti i Republikës Socialiste Federative Sovjetike Ruse, del si një figurë qendrore e rezistencës. Jelcini ngjitet në mënyrë të famshme mbi tank jashtë shtëpisë së bardhë ruse, duke mbledhur mbështetës dhe duke bërë thirrje për mosmbindje civile kundër grushtshtetit. Mijëra qytetar, të frymëzuar nga frymëzimi i Jelcinit, mblidhen për të mbrojtur ndërtesën e parlamentit dhe të kundërvishtin forcave militare. Udhëheqësit e grushtshtetit përballen me ndarje të brendshme, mbështetje në zhdukje dhe dezertime ushtarake tek Jelcini. Trupat tërhiqen nga Moska dhe Gorbachov lirohet nga arresti shtëpiak. Deri në dhjetor 1991, Bashkimi Sovjetik shpërbëhet zyrtarisht. Gorbachov jep dorëheqjen e tij si lideri i fundit i BRSS-s në 25 gusht 1991. Ai tha se veprimi i tij ishte i pashmangshëm. Pas 6 vitesh e gjysmë në pushtet, Mikhail Gorbachov konfirmoi dorëheqjen e tij në televizion sonte. Grushtshteti i dështuar e katapulton Boris Jelcinin në balë të politikës ruse, duke pozicionuar atë si liderin e një Rusie të sapo pavarur. Por pavarësisht ngritjes së suksesshme të Jelcinit në pushtet, sundimi i tij është larg nga i sigurt. Deri në 1996 shfaqet një sfidues i fuqishëm, një me potencialin për ta mbivendosur atë dhe madje për ta kthyer sundimin komunist. Rusia po përballej me krizë të rëndë ekonomike, të shkaktuar nga transformimi i shpejtë i Jelcinit në ekonomi tregu. Reforma kishte çuar në hiperinflacion, papunësi në rritje dhe varfëri të përhapur. Gennadi Zyuganov, kreu i Partisë Komuniste të ringjallur, paraqitet si zëri atyre që ishin lënë pas nga reformat e Jelcinit. Ai premton një kthim në stabilitet, proteksionizëm ekonomik dhe restaurimin e prestigjit të humbur të Rusisë. Nëse ai ja arrin, kjo mund të nënkuptojë një kthim dramatik në komunizëm, duke kërcënuar të rivendosë rendin e ri botror edhe një herë. Për Klaus Schwab, kriza është ende një mundësi tjetër për të përdorur platformën e tij për të ushtruar ndikim. Davosi në 1996 bëhet më shumë se thjesht një forum për diskutimin e ekonomisë globale. Ai bëhet vendngjarje për një aleancë të rëndësishme politike që do të njihet si Pakti i Davosit. Brenda salloneve të Davosit, oligarkët rus, miliarder të sapo krijuar që kanë përfituar nga privatizimi kaotik i viteve 1990, janë të vetëdijshëm për atë që është në rrezik. Njerëz si Boris Berezovski, Vladimir Gusinski dhe Mikhail Khodorkovski kuptojnë se një fitore e Zyuganovit mund të nënkuptonte fundin e pasurive të tyre. Ndërsa komunistët zotoheshin të rinacionalizojnë industritë kryesore dhe të sekuestrojnë aktivet e privatizuara nën mbikëqyrjen e Jelcinit, oligarkët së bashku me reformistët pro-Jelcin mblidhen në takime private larg shkëlqimit të kamerave. Schwab, gjithmonë lehtësuesi, ofron mjedisin për këto diskutime diskrete. Të shtyrë nga vetruajtja, ata bashkojnë burime për të nisur një fushat mediatike, duke përdorur rrjete kryesore për të mbështetur Jelcinin dhe për ta portretizuar Zyuganovin si një simbol i shtypjes sovjetike. Pakti i Davosit e shtyn fushatën e Jelcinit nga pothuajse humbje në fitore, duke siguruar 54.4% të votave. Pas muajsh larg zyrës për shkak të sëmundjes, Boris Jelcin u kthyre në Kremlin në stil vërtet presidencial. Kthimi i tij shënon në mënyrë efektive fillimin e mandatit të tij të dytë në detyrë. Zgjedhja erdhi me një kosto të konsiderueshme. Jelcin kishte bërë marrëveshje me oligarkët që do të çonin në korrupsion të shtuar dhe konsolidim të mëtejshëm të pasurisë mes të pakteve. Vizioni i Klaus Schwab më në fund po merr formë. Klubi i tij të Davosit, dikur një strehim i rastësishëm për elitat, evolon në platformë për ndryshim real në skenën botrore. Deri në mesin e viteve 1998, VF rritet në mënyrë eksponenciale, duke tërhequr mbi 1000 antar, secili duke përfaqësuar korporata dhe agjenci qeveritare nga e gjithë bota. Si themeluesi dhe kreu i këtij klubi ndikues, Schwab siguron që ai të kompensohet mirë, duke fituar miliona dollar çdo vit. Por Schwab kupton se vetëm paga nuk do ta bëjë atë me të vërtet të pasur. Paratë e vërteta, ai beson, qëndrojnë në shfrytëzimin e rrjetit global dhe prestigjit të VF-s për përfitim privat. Ai fillon të eksplorojë mënyra për të monetizuar organizatën jo fitim. Në mesin e viteve 1998, ai lejon nipit të tij Hans Schwab të përdor fondet e VF-s për të nisur ndërmarrje private. Një ndërmarrje e tillë, Global Events Management, krijohet për të organizuar ngjarje të VF-s,
gjeneron miliona çdo vit. Kërkesa e Klaus Schwab për 5% të aksioneve në biznes demonstroi përpjekjen e tij për përfitim personal brenda kornizës së aktiviteteve të tij. Por Schwab nuk ndalon atje. Ai fillon të përdor fondet e VFS për të investuar në një gamë të gjerë ndërmarrjesh, duke kërkuar të kapitalizon në fluzën e internetit, në ndërmarrje si një startup për videokonferenca, Advanced Video Communications. Një investim i $5 milion rritet në $20 milion dhe Schwab transferon aksionet në fondacionin Schwab për ndërmarrje sociale, një entitet që ai kontrollon. Me këtë, Klaus Schwab më në fund bëhet po aq i pasur sa elitat që bashkohen me klubin e tij, dhe së shpejti një antar i ri bashkohet me organizatën e tij, njeriu më i pasur në botë në atë kohë, Bill Gates. Mesi deri në fund të viteve 1990 është një periudhë globalizimit të shpejt, transformimit teknologjik dhe ndryshimeve të konsiderueshme gjeopolitike. Për të trajtuar ndikimin e ngritjes së internetit, Klaus Schwab pret një antar të ri në klubin e tij, Bill Gates. Kur Gates arrin në takimin e Davosit të vitit 1997, ai tashmë ka riformuar botën e kompjuterizimit personal. Si forca lëvizse pas Microsoft, Gates e ka kthyer kompaninë në një fuqi globale. Me Windows dhe Office që dominojnë pothuajse çdo desktop në planet, ai tani është njeriu më i pasur në botë, një simbol i bumit të teknologjisë dhe një figurë kryesore e ndikimit në rritje të Silicon Valley. Shfaqja e Bill Gates në skenën botërore do të ketë pasoja të papritura në të ardhmen, por për momentin, një krizë e re po formohet 4500 milje larg nga Davosi, Azia Jugore. Ekonomia tajlandeze dikur në rritje, e ndërtuar mbi investime spekulative dhe borxh të huaj, papritur rrëzohet kur qeveria devalvon bathin, duke braktisur lidhjen e saj me dollarin amerikan. Paniku ndodh ndërsa bathi bie, duke shkaktuar një val fluktimi kapitali që përhapet në të gjithë Azinë Jugore. Kriza ekonomike e Azisë u thellua dje, ndërsa një nga agjencitë më të mëdha të vlerësimit të kredisë në botë zbriti borxhin sovran të Koresë së Jugut, Indonezisë dhe Tajlandës në status mbeturinash, duke dëmtuar seriozisht aftësinë e vendeve për të mbledhur paratë e nevojshme për të punuar përmes rënies së vështirë të rajonit. Në Korenë e Jugut, borxhi i rënd korporativ detyron vendin të kërkojë një shpëtim kontroversal nga FMN-ja, duke rezultuar në masa kursimi dhe trazira të përhapura. Kriza zbuloi se sa të cënueshme janë ekonomitë në rritje ndaj kaosit të tregjeve globale, ku parat mund të përmbyten një ditë dhe të zhduken ditën tjetër. Për Klaus Schwab, çdo krizë është një mundësi për të ndërtuar ndikim. Ai e di një gjë: koha që Davosi të ndërhyj ka ardhur përsëri. Me sfidave të konsiderueshme ekonomike globale, duke përfshirë krizën financiare aziatike, Forumi Ekonomik Botëror mbledh takimin e tij vjetor në janar 1998. Hillary Rodham Clinton ishte folësja yll sonte në Forumin Ekonomik Botëror, tubimi vjetor këtu në këtë vend pushim luksoz alpin me ski për drejtues ekzekutiv dhe lider politik nga e gjithë bota. Gjatë takimit të Davosit, diskutimet u fokusuan në nevojën për një forum më gjithëpërfshirës dhe përfaqësues për të trajtuar këto çështje ekonomike në zhvillim. Në këtë pikë, Davosi u bë si një takim bordi për botën. Kurdo që kishte një problem, njerëzit do të thoshin, le të flasim për këtë në Davos. Ideja e krijimit një institucioni global që përfshin si ekonomitë e zhvilluara, ashtu edhe ato në zhvillim, lind në Davos, duke quar në krijimin e G20. Ajo përbëhet nga 19 vende dhe Bashkimi Evropian, që përfaqësojnë 80% të PBB-s globale, 75% të tregtisë internacionale dhe 60% të popullsisë së botës. Takimi i parë i G20 mbahet në Berlin, Gjermani, në dhjetor 1999. Pjesëmarrja kufizohet në ministrat e financave dhe fusha veprimi i saj fillimisht kufizohet si financat globale. Deri në fillimin e viteve 2000, antarësia e VFS rritet, me tarifa që ngjiten dhe gjenerojnë të ardhurat të konsiderueshme. Vizioni i Klaus Schwabi, një platforme për formësimin e agendave globale, bëhet realitet, ndërsa Davosi evolon në një vend kritik për trajtimin e çështjeve komplekse, si ndryshimi i klimës, tregtia dhe transformimi digjital. Gjatë takimit të vitit 2000, VFI nis një iniciativë të madhe, Aleanca Globale për Vaksina dhe Imunizim. Ky plan donte ta bënte më të lehtë për fëmijët në vendet e varfra të merrnin vaksina.
Ai bashkoi qeverit, grupe internacionale, njerëz të pasur që japin para për kauzat e mira dhe kompani që bëjnë vaksina. Të gjithë punonin së bashku për të siguruar se më shumë fëmijë të mund të merrnin injeksionet që ju nevojiten për të qëndruar të shëndetshëm. Fondacioni Bill dhe Melinda Gates bën një angazhim fillestar të $750 milion për të krijuar fondin e vaksinave. Duke katalizuar donatorë të tjerë për të mbështetur ofrimin e vaksinave dhe duke krijuar Gavi. Gavi do të vazhdojë të ketë imunizuar mbi 1 miliard fëmijë në 78 vende, duke parandaluar mbi 18.8 milion vdekje të ardhshme. Por kishte një problem të dukshëm. Vendimet për shëndetin publik po merreshin nga një grusht elitash të fuqishëm. Por atë që Klaus Schwab dhe aleatët e tij elit nuk e parashikojnë, është reagimi negativ që ashtu quajturat qëllime të mira të tyre do të fillojnë të përballojnë. Një reagim negativ ndryshe nga çdo gjë që kanë hasur më parë. Dhe vala e parë e kundërshtimit do të lindë në një vend të papritur. Forumi i Klaus Schwab tani bëhet një klub ekskluziv i një numri në rritje të elitave botërore. Por askush nuk mund të parashikojë atë që ndodh më pas, vetëm një vit më vonë. Vitet 1970 janë një periudhë trazimi të konsiderueshëm politik në Gjermaninë Perëndimore, e shënuar nga lëvizje sociale, protesta studentore dhe zhgënjim në rritje me kapitalizmin, kulturën e konsumit dhe qeverinë e Gjermanisë Perëndimore. E kritikuar nga disa për të qenë ende e njollosur nga figurat e epokës naziste, grupe radikale të Krautë-Majt si fraksioni i ushtrisë së kuqe dalin nga ky mjedis i paqëndrueshëm. RAF-i kërkon të përmbyse atë që ai e sheh si një shtet dhe sistem kapitalist shtypës. Indikuar nga marksizmi, leninizmi dhe idealet anti-imperialiste, grupi përqafon dhunën si një mjet për të ndezur revolucionin. Mira polic shqyrtuan rrugë, parqe dhe parkingje për një orë sot, duke kërkuar makina të ngarkuar me eksploziv që anarkistët kishin kërcënuar t'i shpërthejnë midis orës 1 dhe 2 pasdite. Hans Martin Schleyer është një biznesmen i shquar gjermano-perëndimor dhe një figurë kyçe në rimëkëmbjen ekonomike të paslufte. Ai ishte një ushtar i mëparshëm i SS-s gjatë epokës naziste, gjë që e bëri atë një simbol të vazhdimësisë së elitave naziste në Gjermaninë Perëndimore të paslufte. Ai është një mbështetës i politikave pro-biznesit, reformave të punës dhe një mbrojtës i sistemit kapitalist të Gjermanisë Perëndimore. Pikërisht, lloji i figurës së establishmentit që RAF i përçmon. Është 5 shtatori 1977, një ditë që do të ndryshojë Gjermaninë Perëndimore përgjithmonë. Hans Martin Schleyer po drejton për në shtëpi në Kolonjë, kur një ekip komando i fraksionit të ushtrisë së kuqe godet. Duke bllokuar makinën e tij me një karrocë fëmijësh, njerëzit e armatosur lëshojnë një breshëri plumbash, duke vrarë shoferin e Schleyerit, rojen e tij dhe 2 oficerë policie. Schleyer detyrohet në një makinë aratisje dhe largohet drejt një vendodhjeje të pashpallur. RAF-i kërkoi lirimin e 11 antarëve të burgosur, përfshirë Andreas Bader dhe Gudrun Enslin. Është fillimi i asaj që bëhet e njohur si vjeshta gjermane, një stin terrori e shënuar nga dhuna, duke përfshirë rrëmbimin e fluturimit 181 të Lufthansas. Për mbi një muaj, Schleyer mbetet i kapur. Pastaj më 18 tetor, liderët e RAF në burgun e Stamheim gjenden të vdekur, dyshues nga vetvrasja. Ditën e mëpasshme, RAF-i jep mesazhin e tij të errët. Trupi i Schleyerit zbulohet në bagazhin e një makine në Mulhouse, Francë, një fund tragjik i një sage të tmerrshme. Në komunikimin e tyre përfundimtar, RAF-i deklaron se ekzekutimi i Schleyerit është hakmarrje për refuzimin e qeverisë për të negociuar dhe vdekjet e shokëve të tyre në burg. Hans Martin Schleyer, industrialisti gjermano-perëndimor, u vra 36 orë para se trupi i tij të gjendej dje në bagazhin e një makine në qytetin Alsacian të Mulhouse-it, sipas një njoftimi zyrtar të gjerm sonte. Vdekja e Schleyerit shokoi kombin, nxitur një përpjetje masive kundër terrorizmit. Për Klaus Schwab, vdekja e Schleyerit është një goditje shkatruese për kauzën e tij. Si antar i klubit të Davosit, vrasja e Schleyerit hedh një hije mbi grupin. Me radhët e klubit plot me figura të njohura, si Schleyer, ai bëhet një fokus i lehtë për grupet terroriste. Për të siguruar se takimi në 1978 të shkojë mirë, Klaus Schwab investon një sasi të konsiderueshme parash në masa të rritura sigurie, duke transformuar atë që dikur ishte një takim i rastësishëm në një ngarkim të ruajtur rënd në një ambient si fortelecë. Shtrehim për të pasurit dhe të fuqishmit, që kërkojnë mbrojtje pas barierave dhe rojeve të armatosur. Por kjo nuk e ndal popularitetin në rritje të forumit. Deri në fund të viteve 1970,
Forumi i Davosit evolon nga një takim evropian i menaxhimit në një platformë globale për dialog mbi biznesin dhe politikën. Por për Klaus Schwab, kjo nuk është as pak e mjaftueshme. Ai e di se forumi nuk mund të mbetet thjesht një skenë për biseda të larta. Ai duhet të bëhet një forcë e ndikimit real, një e aftë për të formsuar agjenda globale dhe për të ndryshuar rrjedhën e historisë. Dhe diku në skenën globale, tensionet po arrin një pikë të thyerjes. Një krizë gjeopolitike është gati të shpërthejë, dhe kjo mund të jetë momenti i tij për ta kapur. Kryeministri Bülent Ecevit akuzoi Greqinë sot se po përpiqet të krijojë fakte të realizuara në rajonin e Egjeut dhe paralajmëroi se Turqia nuk do të ngurrojë të akmerret një lloj. Në fillim të viteve 1980, ujërat blu të detit të Gje bëhen skena për një përballje të tensionuar midis dy rivalëve të lashtë, Greqisë dhe Turqisë. I përhapura me ishuj dhe i pasur në histori, ky pëllëm deti ka qenë gjithmonë i kontestuar, por tani qëndron në zemër të një mosmarrëveshjeje me panore shumë më të mëdha. Armiqësia midis Greqisë dhe Turqisë shtrihet shekuj prapa, veçanërisht për shkak të perandorisë osmane, sundimit të saj mbi Greqinë nga shekulli i 15 deri në pavarësinë e Greqisë në 1829 dhe luftës greko-turke nga 1919 deri në 1922. Greqia kërkon të zgjerojë ujërat e saj territoriale nga 6 milje detare në 12, një lëvizje që do të jepte Athinës kontroll më të madh mbi Egjeun. Për Turqinë, kjo nuk është thjesht një manovër politike. Është një kërcënim i drejt për drejt për qasjen e tyre në rrugët detare dhe burimet jetike. Ata lëshojnë një paralajmërim të ashpër. Nëse Greqia vazhdon, do të konsiderohet shkak për luftë. Deri në 1982, tensionet arrin një pikë në zjerje. Të dy kombet përgatiten për një pikë të mundshme konflikti, me manevra ushtarake që intensifikohen dhe retorik agresive që mbush ajrin. NATO, i shqetësuar për rrezikun në rritje midis dy antarëve të saj kyç, ndërhyn për të parandaluar rajonin të bjerë në konflikt të hapur. Por tensioni në zjerje nuk zhduket kurrë me të vërtetë. Në mars 1987, konflikti vjen në mënyrë të rrezikshme afër luftës. Turqia shpall qëllimin e saj për të dërguar anijen e studimit sismik në ujërat e kontestuara të Egjeut për të kërkuar naftë. Greqia e sheh këtë si një shkelje të drejtpërdrejtë të drejtave të tyre dhe betohet të bllokojë veprimet e Turqisë me çdo mjet të nevojshëm. Ndërsa Klaus Schwab shikon tensionet në rritje midis Turqisë dhe Greqisë, ai ndjek më shumë se thjesht një krizë tjetër gjeopolitike. Populariteti në rritje të klubit të tij të Davosit e ka bërë atë një platformë të dëshiruar për diskutim, por ambicjet e Schwabit shtrihen shumë përtej bisedës së thjeshtë. Ai dëshon ndikim, llojin që rimodelon ngjarjet botërore dhe ripërkufizon rolin e forumit në çështjet globale. Ky konflikt është më shumë se një përballje rajonale, është mundësia e Schwabit. Nëse ai mund t'i sjellë të dy palët në tryezën e negociatave dhe të ndërmjetësojë paqe, klubi i Davosit nuk do të jetë vetëm një vend takimi për të fuqishmit. Ai do të bëhet një forcë për ndryshim real. Klaus Schwab e sheh qartë. Një përparim në Davos mund ta ngrejë organizatën e tij në lartësi të paprecedente dhe ta forcojë statusin si një ndikues i vërtet global. Ndërsa samiti afrohet, Klaus Schwab lëviz në heshtje por vendimtar pas skenave. Ai kontakton lojtar kyç, diplomat të besueshëm, këshilltar me eksperiencë dhe lider biznesi me lidhje të ngushta me Athinën dhe Ankarën. Schwab e dinte se bisedat e drejtpërdrejta mund të ishin shumë të paqëndrueshme. Në vend të kësaj, ai nisi komunikime të kanaleve të pasme, hetuan për kompromise të mundshme nga të dy palët, ku presioni publik nuk mund të ndërhynte. Por vizioni i Schwabit shtrihet shumë përtej dyerve të mbyllura. Ai përgatit me kujdes agjendën e Davosit për të rezonuar me të dy palët. Vëna e vërtet fillon në takime private, ku zyrtar grek dhe turk flasin lirisht larg shkëlqimit të kamerave. Schwab mbetet gjithmonë i pranishëm. Duhet të ishte një bisedë stimuluese grupi për ekonominë globale, e mbajtur këtu disa ditë para hapjes së lojrave olimpike. Në një shpërthim që kujton protestat e dhunshme në takimin e samitit të Organizatës Botërore të Tregtisë në Seattle nëntorin e kaluar, mijëra protestues kanë përpjekur të sabotojnë takimin këtu të Forumit Ekonomik Botëror, duke u përplasur me policinë në trazirat dhe duke bllokuar vendin e konferencës. Në shtator 2000, Melbourne bëhet epiqendra e një lëvizjeje të konsiderueshme anti-globalizimi, ndërsa Forumi Ekonomik Botëror
mban samitin e tij ekonomik azi-paqësor në kazinon Crown. Ngjarja tërheq afërsisht 10.000 protestues, duke shënuar një nga demonstratat më të mëdha të Australisë kundër globalizimit korporativ. Protestat në Melbourne në shtator 2000 ishin pjesë e një lëvizjeje më të gjerë anti-globalizimi që kishte qenë duke fituar terren që nga fundi i viteve 1990. Vendet e punës po udhëroheshin gjithnjë e më shumë vendeve me paga të ulta, duke çuar në humbje të vendeve të punës dhe ngecje të pagave në kombet e industrializuara, ndërsa të drejtat e punës dhe industritë vendase vuanin në kombet në zhvillim. Në fund të fundit, protestat dështuan të ngadalsonin ritmin e paepur të globalizimit, ose të cenojnë pushtetin, antarësinë dhe pasurinë në rritje të klubit të Davosit. Vizioni i Klaus Schwab duket i pandalshëm, i patundur nga opozita e jashtme, por brenda, një orë që tikon numëron mbrapsht drejt një krize që do të sfidojë themelin dhe do të kërkojë llogarinë e Schwabit. Pas 3 dekadash ndërtimit të klubit të tij të fuqishëm të Davosit, Klaus Schwab arrin në një pikë these. Ndërsa mileniumi i ri afrohet, është koha për të emëruar një pasardhës, dikë që mund të bartë përpara trashëgiminë e tij të ndikimit dhe dialogut global. Ai zgjedh José María Figueres, një ish president karizmatik të Costa Rikës, i cili hyn në rolin e drejtorit menaxhues dhe më vonë bëhet drejtor ekzekutiv i Forumit Ekonomik Botror nga 2000 deri në 2004. Në fillim, Figueres dukej si kandidati ideal, i lidhur mirë, me përvojë dhe i respektuar. Por në tetor 2004, fasada shembet. Del në shesh se Figueres ka pranuar mbi $900.000 në tarifa konsulence të pa deklaruara nga Alcatel, një gjigant francez i telekomunikacionit, ndërsa mbante pozicionin e tij në UEFA. Figueres, i cili jeton në Zvicër, nuk ka arritur të shfaqet para Komisionit të Shpenzimeve Publike të Asamblesë në 4 raste, më së fundmi javën e kaluar, që kur ligjvënësit e pyetën fillimisht atë të dëshmojë në nëntor. Ish kreu i shtetit mban tarifat konsulente që ai mori në 2001, një total prej $906.000 janë legjitime dhe akuzoi ligjvënësit këtë javë se po i përdornin situatën për përfitim politik. Por kjo është vetëm ajo që arriti në sytë e publikut. Pas dyerve të mbyllura të Davosit, kush e di sa incidente të ngjashme kanë mbetur të paraportuara, të fshehura nga manteli i ekskluzivitetit dhe pushtetit. Por skandali Figueres është vetëm një dridhje krahasuar me tërmetin që është gati të godasë ekonominë globale. Shenjat ishin kudo, por tani është zyrtare, ne jemi në recesion. Grupi i kërkimit që bën atë përcaktim e bëri sot dhe tha se recesioni filloi në të vërtetë një vit më parë. Por pyetja tani është, kur do të përfundoj? Wall Street është qartësisht i shqetësuar, Dow ra pothuajse 680 pikë sot, ose 7.7%. Deri në mesin e viteve 2000, bota financiare lëkundet në skaj, i drejtuar nga hua të rrezikshme, banka të mbingarkuara dhe një ndjesi e rreme sigurie. Deri në fillim të vitit 2009, kriza financiare mezi mbahet nën kontroll. Si zakonisht, liderët botror vinë grumbull në klubin e tyre ekskluziv për të folur. Ajri në Davos është më i ftohtë se zakonisht. Në janar 2009, Klaus Schwab, si gjithmonë, përpiqet të enkurajojë një ndjesi jetësie dhe bashkëpunim, por edhe ai nuk mund ta maskojë dëshpërimin që ka pushtuar. Ky tip gjithmonë dëshiron të paraqesë zgjidhjet e tij, kështu që ai propozoi një iniciativë që quhet Rimendimi i Madh. Pas krizës financiare të 2008, Klaus Schwab prezanton iniciativën e rimendimit të madh. Zgjidhja kryesore e tij ishte të nxiste qeveritë dhe institucionet e botës të forconin lidhjet dhe të përparonin më tej vizionin e një gavernimi global. Klaus Schwab nuk e di se bota është gati të marrë një drejtim që ai nuk e ka parashikuar. Pasojat e krizës financiare nuk do të bashkojnë gavernimin global siç shpreson ai. Në vend kësaj, do ta fragmentojë atë. Schwab dhe rrethi i tij elitar janë gati të përballen me një botë që është më e ndarë, më nacionaliste dhe shumë më pak globale se sa ata kanë imagjinuar ndonjëherë. Në vitet 2010, një val liderësh populist filloi të tundë rendin global. Në SBA, Donald Trump tubullit kundër marrëveshjeve tregtare si NAFTA, duke pretenduar se ato dëmtojnë punëtorët amerikanë. Ndërsa në Britani, vota për Brexit dërgon val shoku nëpër Evropë, një thirrje për sovranitet dhe kontroll mbi kufijtë.
Por nuk janë vetëm figurat politike që drejtojnë ndryshimin. Mediat sociale amplifikojnë pakënaqësinë, duke fuqizuar lëvizje dhe protesta në mbar botën për të sfiduar premtimet e globalizimit. Por e gjithë kjo zbehet në krahasim me atë që është gati të vijë. Një pandemi globale që do të testojë çdo supozim, çdo sistem dhe çdo komb. Ndërsa virusi përhapet pa kontroll në përkufit, bota përballet me një krizë si asnjë tjetër. Një që jo vetëm sfidon themelet e globalizimit, por ekspozon cënueshmëritë e saj më të thella. Por për Klaus Schwab, kjo pandemi globale mund të jetë mundësia e përsosur për klubin e Davosit të rifitojë ndikimin e tij. Në qershor 2020, Schwab prezanton konceptin e rivendosjes së madhe, duke avokatuar për një ristrukturim gjithëpërfshirës të sistemeve globale, ekonomike dhe sociale, për të krijuar një të ardhme më të drejtë dhe të qëndrueshme. Unë shoh nevojën për veprim, unë shoh nevojën për një rivendosje të madhe. Ne mundemi, dhe Forumi Ekonomik Botror është një platformë shumë e hapur për të integruar të gjithë ata që janë të gatshëm të trajtojnë ato çështje në një frym që do të thotë të ushtrojnë këtu përmes qytetarisë globale. Në të njëjtën kohë, Bill Gates, përmes fondacionit Bill dhe Melinda Gates, gjithashtu bën thirrje për krijimin e një ekipi global të përgjigjes dhe mobilizimit në epidemi, një grup i specializuar i dedikuar për zbulimin dhe reagimin ndaj kërcënimeve pandemike. Takimi i Davosit të vitit 2020 zhurmon me pritje, por këtë herë vëmendja nuk është te Klaus Schwab, është te Larry Fink, njeriu që është ngritur në kulmin e financës globale. Ndërsa drejtuesit më të fuqishëm të botës mblidhen në qytetin e Borës zvicerane, Fink bën një njoftim që dërgon val nëpër tregjet kudo. Ne kishim flukse rekord dhe kemi veçanërisht në gjërat ESG, flukse rekord në ESG. Dhe pra një pjesë e njoftimit që ne njoftuam, ju e dini, çdo një nga produktet tona do të ketë një formë të një homologu të qëndrueshëm, dhe kështu ne mund ta sjellim këtë përpara dhe të kemi më shumë investitor pjesë e këtij dialogu. ESG, mjedisore, sociale dhe qeverisëse, bëhet fjala e re kyçe, një kornizë për të vlerësuar ndikimin e qëndrueshmërisë dhe etikës së investimeve. Standardet ESG zbatohen në kompani kryesisht përmes presionit të investitorëve, mandateve rregullatore dhe pritjeve në evolucion të tregut. Ju duhet të detyroni sjellje, dhe në BlackRock ne jemi duke detyruar sjellje. Ne shohim kritika të ESG-s dhe rivendosjes së madhe, por çështja e vërtetë qëndron me përqendrimin e pushtetit vendimmarrës. Kush u dha këtyre njerëzve, antarëve të klubit ekskluziv, të drejtën për të marrë vendime që prekin jetën e pjesës tjetër të botës? Sigurisht, në vitin e kaluar, të dhënat janë mjaft të qarta se ESG ka performuar vërtet nën sektor të tjerë si sektori i energjisë amerikan. Sigurisht, në vitin e kaluar, të dhënat janë mjaft të qarta se ESG ka performuar vërtet nën sektor të tjerë si sektori i energjisë amerikan. Por mirë, problemi është se kur ke mbi 50% të kuotës së tregut që përfaqëson entitete që mblidhen së bashku, vendosin të koordinojnë në një veprim si prerja e prodhimit dhe pastaj çmimet shpërthejnë në pompë si rezultat, ne kemi një fjalë për këtë në këtë vend. Quhet shkelje antimonopol. Është një klub i madh dhe ju nuk jeni në klub. Ju dhe unë nuk jemi në klubin e madh. Me Larry Fink në klub, Klaus Schwab rifiton një ndjenjë pushteti. Shpres hople që vizioni i tij për një gavernim botror është përsëri brenda shtrimit, por ai nuk ka asnjë mënyrë për të ditur kthesën e papritur që fati i tij është gati të marrë. Një ish punonjëse padujti organizatën, duke akuzuar atë për nohimin e mundësive profesionale për shkak të racës dhe gjinisë së saj. Një artikull në Wall Street Journal muajin e kaluar, cituan ankesa të brendshme dhe intervista me punonjës tanishëm dhe të mëparshëm, tha se punonjësit kishin akuzuar organizatën për ngacmim seksual dhe racizëm. Në qershor 2024, Forumi Ekonomik Botror dhe themeluesi i tij, Klaus Schwab, përballen akuza serioze të ngacmimit seksual dhe diskriminimit. Një raport nga Wall Street Journal detajon pretendime nga mbi 80 punonjës aktual dhe të mëparshëm, duke akuzuar drejtimin e UEF-it për nxitjen e një mjedisi pune armiqësor për gratë dhe punonjësit e zinj. Akuzat specifike kundër Schwabit përfshin bërjen e avancave të padëshiruara dhe komenteve të papërshtatshme ndaj stafit femëror. Në maj 2024, Klaus Schwab njoftoi se do të jepte dorëheqjen nga roli i tij si kryetar ekzekutiv i Forumit Ekonomik Botror deri në janar 2025, duke kaluar në pozicionin e kryetarit të bordit të kujdestarëve. Por edhe me dorëheqjen e tij, organizata e tij nuk ka ndryshuar shumë. Është po aq ndikuese sa gjithmonë. Në 2024, UEFA bashkon mbi 2500 lidera global, drejtues ekzekutiv,
krerë shtetesh dhe hartues politikash nga mbi 100 vende. Diskutimet në Davos vendosin tonin për investimet globale, me fondet e lidhura me ESG, që ende kontrollojnë mbi 30 trilion dolar në asete në mbar botën. Korporatat të mëdha, nga BlackRock te Microsoft, vazhdojnë të përshtatin strategjitë e tyre me agjendën e UEF-it, duke e bërë atë më shumë se thjesht një takim mendimesh. Është një lëvizës tregu, por opozita po rritet. Figura si Elon Musk dhe liderat të tjerë ndikues kritikojnë agjendën e Davosit, duke e quajtur atë një kërcënim për sovranitetin individual dhe duke e etiketuar si tejkalim elitash. Ndërkohë, sentimenti anti-globalizim rritet në mbar botën, me lëvizje populiste që kërkojnë kontroll kombëtar mbi kufiq, burimet dhe ekonomitë. Në mbar botën, protestat kundër globalizimit intensifikohen, duke sfiduar vizionin e UEF-it për një sistem global të bashkuar. Ndërsa dinamikat e pushtetit ndryshojnë, ideja e një qeverie të bashkuar botërore bëhet më e largët se kurrë. Kapur midis agjendave të drejtuara nga elitat dhe rezistencës së ashpër nga liderat nacionalist dhe lëvizjet popullore, UEF-i mbetet ndikues, por tani po lufton më shumë se thjesht sfidat globale. Ai po përballet me një botë të fragmentuar, të papërkull ndaj vizionit të saj.